turi I 2 ditëve të fundit, që përshkoi jugun dhe që nisi në Fier, vazhdoi në Gjorm, të nesërmen në Imar, Borsh, Sarand, Gjirokastër, ishte në memorien time I pa precedent në 2 dekadat e fundit. Ishte, mund ta quajmë, turi I entuziazmit, optimizmit dhe vendimit të jugut të Shqipërisë për të nda me të keqen e madhe që tani po e quajnë universalisht Edi Rama. Kthehem mirënjohës pafundësisht ndaj atyre mira qytetarëve me të cilët komunikova në sheshet, lokalet, rrugët e këtyre qyteteve, kthehem me një optimizëm të madh me atë situatë të elektrizuar që unë gjeta të pa shoqe në takimet masive dhe në bisedat që pata gjatë këtij turi me tri burra, gra, njerëz profesionale të ndryshme, njerëz të origjinave të ndryshme etnike, pensionist, profesionist, pra mund të them se programi I Partisë Demokratike është sot programi më I pëlqyer që kjo forcë politike ka paraqitur ndonjëherë para shqiptarëve. Konstatova me dhimbje të madhe se jugu lëngonte për mungesën e qindra mijëra të rive që ishin larguar nga ato zona. Ju duhet dini një gjë, që nëse largohemi pak kilometra nga Bregdeti, në zonat e jugut fillon një shkretëtir në raport me banorët, një paksim jashtë imagjinate, shkolla të mbyllura, klasa kolektive me pak nxënës, qendra shtetësore me dyert mbyllura me ferra, mungesë të madhe mjekësh, mungesë shërbimesh, I Albania, kurthi më I keq I kohërave të Edi Ramës. E kam quajtur telefoni I prishur, jo në jug zbulova gjë tjetër, ai ishte kurthi I gjobave. Çfarë ndodhte më shpjeguan mua? Aplikonte borshjoti, apo Imarioti, apo banori nga jugu.
në i Albania për të marrë dokumentat e shtëpisë, e tokës. 2 muaj heshtje mortore. Pas 2 muajsh, pas i bëjë një lojë e të mëshme psikologjike me pronarin e tokës, i vinte sekseri. Dhe i thoshte, ke aplikuar aty, ti thoshte, po. Atëherë thoshte, për një dynim tokë të vetën, do të japish 5.000 euro. Për dynimin tjetër, 5.000 më shumë, dhe një lloj si lubi balluku rrugë që i ndan me lote, i Albania ja u ndante me dynim dokumentat e tokës, e pronësisë tokës, pronarëve të tokave në jug. Atje mungesa të gjitha zyrave, shkatrimi i qyteteve, heqja administratave, por premtimet e mia ishin të qarta se kjo merr fund 100 ditë e para. Në çdo rreth do kthehen të gjitha zyrat siç kanë qenë në vitin 2013. Të gjitha pa përjashtim. Të gjitha shërbimet. 100 kilometra bënaj nga Imara për shkon në Vlorë. Jo, bashkia do i ketë aty. Shërbimet. Ky ishte një tur nga i cili njeriu kthehet mirënjohës, po kthehet dhe i trishtuar kur shef gjendjen e atyre zonave mahnitse, bukurive, maqepse, trashëgimive kulturore unike, me braktisjen masive të tyre, me vjedhjen e madhe, 80% e trive që mbaronin gjimnazet largoheshin. 80%. Shqipërisë po i iken rinia. Dhe kjo fushat, dhe ky 11 maj është vendimtar për fatin e saj. I përshëndes shumë përzemërsisht, me mirënjohje të gjithë ata qytetarë që më pritën me aq entuziazëm, të gjithë ata miq që unë takova gjatë këtij udhëtimi 2 ditor, dhe i garantoj se çdo premtim që kam bërë para tyre do të shndrohet në realitet në mënyrë të padiskutueshme.